Pas deklaratës së Shqipe Hysenaj gjatë intervistës në emisionin Live from Tirana në Top Albania Radio, e cila akuzoi këngëtaren e njohur shqiptare Parashjevi Simaku se u merrte burrat grave të tjera, ka ardhur edhe reagimi shumë pritur nga artistja. Në një postim të gjatë në rrjetin social Facebook, Simaku ka vendosur të thyej heshtjen pas, siç thot ajo, 10 muajsh sulmesh të vazhdueshme dhe shpifjesh të pavërteta. Ajo përmend përvojat e saj që nga vitet 80, kur sipas saj është përballur me zili mlef dhe përgojime, por kur nuk ka lejuar që të ndalet. Ndër të tjera, Parashjevi Simaku thot, prej 10 muajsh emri im është përdorur si tabelqitje nga njerëz që përpiqen të tërheqin vëmendje përmes shpifjeve dhe të pavërtetave. Asnjëherë nuk e kam menduar se do të më duhej të reagoja për gjëra kaq të ulta që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Sot dua t'ju them vetëm kaq, mua nuk më bëni dot asgjë, publiku im më njeh prej vitesh dhe e di shumë mirë kush jam, çfarë kam dhënë dhe çfarë përfaqësoj. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jeni të sigurt në atë moment e ulni vetëm veten. Unë vazhdoj rrugën time me dinjitet dhe të vërtetën në krah, kjo është forca ime, shprehet Simaku.